إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërimet dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Vazhdojmë edhe në këtë hutbë t'i tregojmë veprat që na shpëtojnë, që janë buroj për neve prej zjarmit të xhenemit. Allahu I lartësuar ka bërë dallim ndërmjet gjendjes së banorëve të xhenetit dhe gjendjes së banorëve të xhenemit. Po thot Allahu në Kur'an, thot la yastawi, thot nuk janë të barabartë, asnjëherë nuk janë të barabartë. Ashabun nari wa ashabul janna, banorët e xhenemit dhe banorët e xhenetit, çfarë nuk kanë asnjëherë të barabartë. Ashabul jannati humul faizun, banorët e xhenetit, ata janë të fituarit, ata janë që fitojnë. Allahu I lartësuar I krijoi krijesat e tina dhe I urdhëroi që me adhuru atë. I urdhëroi që m'ju bind atina. Ai, Allahu subhanahu wa taala, u premtoi besimtarëve xhenetin. Ndërsa mohuesve I kërcënoi me zjarm të xhenemit. Mohuesit, përgënjeshtruesit, jo besimtarët, Allahu subhanahu wa taala I kërcënoi me zjarrin përcëllues të zjarmit të xhenemit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e përshkruan të zjarmin e xhenemit duke pas frikë se mos po hynë në të, dhe duke dëshiruar që me shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Pejgamberi alayhis salam e luste Allahun, e luste që ta ruante prej zjarmit të xhenemit. Pejgamberi alayhis salam prej lutjeve të shpeshta që e bante, edhe elhamdulillah që çdo namazli, çdo namaz e bën këtë lutje. O Allah, thot, o Zoti jam, Rabbena atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zoti jo, na jep të mira në këtë botë, në dunja, na jep të mira në botën tjetër, wa qina adhaban nar, dhe na mbroj prej zjarmit të xhenemit. Çdo namazli që fal namaz e ban këtë dua në etejat, në teshehudin e fundit. O Allah, më jep të mira në dunja. Edhe na I dojnë të mira të dunjas, knacit të dunjas, mirë por në kornizat halalit dhe të haramit. I kërkojnë mbrojtja Allahut që më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Kjo është gjëja më kryesore. Pejgamberi alayhis salam, njëherë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte në udhtim. Një njeri I doli përpara pejgamberit alayhis salam dhe ja ndali rrugën. Një beduin ja ndali rrugën pejgamberit alayhis salam dhe I tha, o I dërguari Allahut, I thot, o Muhammed, më trego për një punë që kam në shtëpi në xhenet, edhe që do të më shpëton prej zjarmit të xhenemit. Pejgamberi alayhis salam kur e pa që ja ndali udhën,
pi vështron sahabët, po I shikon sahabët dhe pastaj tha Allahu I dha sukses këtina. Udhëzua ky person. Dhe pastaj vazhdoi pejgamberi alayhis salam I tha si the? Tha çfarë thove? Ja përsërit fjalën e njëjtë, ky beduin I pejgamberit alayhis salam, pastaj pejgamberi alayhis salam I thot, të adhurosh Allahun duke mos I shoqëruar asgjë në adhurim, ta falësh namazin, ta ndash zakatin dhe ti mbash lidhjet farefisnore. Kush I ka këto vepra, kush I njëson Allahun e fal namazin e jep zakatin, I mban lidhjet farefisnore, ky person është I shpëtuar prej zjarmit të xhenemit dhe e meriton xhenetin. Ky salet, mi bë këto vepra elementare të Islamit, mos milionash dhe ti e fiton xhenetin. Prej veprave që na shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit është mbrojtja e nderit të muslimanit. Prej hakut që ka muslimani ndaj muslimanit është t'ia ruaj atij nderin, kur është prezent edhe kur nuk është prezent. Ta mbroj atë dhe ta përkrata, edhe të mos kënaqet kur dikush e nënçmon vëllaun e tina, kur dikush e ofendon vëllaun e tina. Se thot pejgamberi alayhis salam në hadith, kush e ruan nderin e vëllaut të tij në mungesë të tij kur ai nuk është prezent, e drejta e Allahut është ta lidoj prej zjarmit të xhenemit. A do të shpëtoj Allahu prej zjarmit të xhenemit? Mbroje nderin e vëllaut tënd. Mbroje nderin e muslimanit. Mos e le që dikush me shoh vëllaun tënd, me ofendu vëllaun tënd, mi bë dëm vëllaut tënd. Po folmi vetëm vëllaut që i gjakit. Vëllaut gjakit e vëllaut fejës. Edhe çdo muslimani mos e le që dikush në përkam nderin muslimanit apo vëllaut apo shokit apo kolegut tënd. Prej veprave që na shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit janë ethet, sëmundja me ethe me temperaturë. Pra sëmundjet janë sprova që nëpërmjet këtyre sprovave Allahu na shtin xhenet dhe Allahu na shpëton prej zjarmit të xhenemit. Prej këtyre janë edhe ethet. Është edhe temperatura, se ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadith, ethet, zjarmia janë prej shfryerjes së xhenemit. Secili besimtar që preket prej saj, kjo ka qenë pjesa e tij në xhenem. Prej veprave tjera që na shpëton prej zjarmit të xhenemit është morali I mirë. Gjëja që më shumë t'i fut njerëzit në xhenet, edhe I largon prej zjarmit të xhenemit është morali I mirë, është sjellja e mirë. Njerëzit që do të jenë ulur më afër pejgamberit alayhis salam në xhenet janë ata të cilët e kanë sjelljen më të mirë, janë ata të cilët e kanë karakterin dhe moralin më të mirë. Ai I cili e përmirëson sjelljen e tij dhe moralin e tij, Allahu I lartësuar do ta shpëtoj prej zjarmit të xhenemit. Se thot pejgamberi alayhis salam në hadith, a t'ju tregoj se kujt I bëhet haram hyrja në zjarm, kujt I bëhet e ndaluar hyrja në zjarm të xhenemit. Ta pejgamberi alayhis salam, çdo kush që është I afrueshëm, I afron njerëzit, nuk I thart. Është I afrueshëm, është I qetë, është I butë dhe është I sjellshëm. Kush I ka këto karaktere dhe këto cilësi, kush është me sjellje të mirë, është I qetë, është I afrueshëm dhe nuk është I vrasht. Allahu këtij personi ja van haram me hin zjarm të xhenemit. Sa për njerëzve, do shta mund edhe mu fal, mirë po karakter dhe sjellje të mirë nuk kanë. Sa për njerëzve bojnë, do shta shumë vepra të mira, mirë po sjelljen e kanë të dopt. Moralin e kanë të dopt. Ndërsa prej veprave që afrohemi tek Allahu më shumti, është sjellja e mirë, dhe është karakteri dhe është morali I mirë. Prej veprave që na shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit, që janë shkak që na më shpëtu prej zjarmit të xhenemit, është durimi në vdekjen e fëmijës. Disa prej njerëzve, Allahu subhanahu wa taala I ka sprovu dhe nuk kanë fëmijë hiç. Disa Allahu subhanahu wa taala I ka dhënë fëmijë, mirë po, është me tmeta fizike ose me tmeta psiqike. Disa Allahu subhanahu wa taala ju ka dhënë fëmijë dhe Allahu me dëshirën e tij ja merr fëmijën, I sprovon disa persona, ndërsa kush bën sabër për këtyre llojeve të personave, që Allahu I ka sprovu me këto sprova, e fitojnë xhenetin dhe mbrohen prej zjarmit të xhenemit. A ka problem më të madh se njeriu me bë sabër me fëmijën e vet? Allahu e ka sprovu me fëmijë I cili është me tmeta, ti bën sabër për hir të Allahut. Edhe nuk thua Allah pse më sprovove mu, po ti bën sabër e këshir fëmijën në mënyrën më të mirë, edukon në mënyrën më të mirë,
edhe pse nuk është mirë 100%. Nëse bën sabër, e fiton xhenetin. Nëse Allahu s'ka dhënë fëmijë, ti thua alhamdulillah, kështu ka qenë caktimi i Allahut, unë mos më pas fëmijë. Bën sabër, ki mendim të mirë për Allahun, Allahu ta jep xhenetin edhe të mbron prej zjarmit të xhenemit. Nëse Allahu t'ka dhënë fëmijë, edhe ta merr fëmijën, ti bën sabër për hir të Allahut, kjo është shkak që Allahu më të ruaj ty prej zjarmit të xhenemit. Se thot pejgamberi alayhis salam në hadith, kujdo që i vdesin 3 nga djemtë e tina dhe ai bën durim, kujdo që i vdesin 3 nga fëmijët e tina dhe bën durim, duke pritur shpërblimin e Allahut, ata do të jenë për të mburojë nga zjarmi i xhenemit. Pra fëmijët e tu që të kanë dek dhe ti ke bë durim, këto fëmijë kanë më kanë mburoj për ty prej zjarmit të xhenemit. S'ka me të kapë zjarmi i xhenemit. Secili njeri do të me pas primare që Allahu me rujt prej zjarmit të xhenemit. Secili njeri do të me pas primare që me fitu xhenetin, sepse xheneti është synimi jon kryesor. Ako më mirë se njeriu me hyn xhenet ku do të jetë përgjithmonë, ka fillim dhe nuk ka mbarim asnjëherë. Elus Allahu në madhruar që më na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me një xhenet pa hesab dhe pa llogari. Elus Allahu në madhruar më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, më na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarmin të xhenemit. Elus Allahu në madhruar më na dhon të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe më na mbrojt prej zjarmit të xhenemit. Elus Allahu në madhruar më na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Kuranit dhe rrugën e Sunetit. Elus Allahu në madhruar më na bë prej atyre që i falin 5 kohë namaz, bajna vepra të mira dhe largohemi prej veprave të këqija. Elus Allahu në madhruar më na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Elus Allahu në madhruar më na mbrojt prej sherrit të njerëzve, xhinëve dhe shejtanëve. Elus Allahu në madhruar më na mbrojt prej shirkut, kufrit, nifakut, hipokrizisë dhe prej çdo cilësie të keqe. Elus Allahu në madhruar më na ndriçon natën e varrit, më na lecu urën e siratit dhe elus Allahu më na tubun xhenet. Çashtu çush na ka tubun këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.